i vetmi libër që s'ka përjetu asnjë ndërhyrje njerëzore, kush është? Është Kurani. Jo pse na po kemi qef, sepse është një vërtetë e pamohueshme. Merre për nga aspekti historik. Kurani është i vetmi libër që s'ka asnjë shkëputje historike prej Muhammed Mustafas alayhi salam deri më sot, për dallim për librave tjerë. Libri më i vjetër i feve tjera është 400 vjet mas Isës alayhi salam. Ju ka ardhur libri. Kurani s'ka shkëputje zinxhirore deri tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E para, e dyta, s'ka asnjë ndërhyrje njerëzore, jo në fjalë as në zanore. Asnjë zanore e Kuranit nuk është e ndryshuar. S'mundet më ndryshu. Pse? Se Kurani është mrekullia e përhershme, e cila i sfidon krejt kokat më të mençura të botës, më të ditura të botës. Edhe këtë sfidë ka hapur Allahu prej kohës së Muhammed Mustafas alayhi salam, dhe kjo sfidë është e hapur deri në ditën e Kiametit. Edhe Allahu sa qartë, sa bukur, po i thot këtyre që kanë dyshime ose që mundohen me mbjellë dyshime tek të tjerë në raport me Kuranin, po i thot in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Nëse ju dyshoni se kjo që un po ja zbres Muhammed Mustafas, pra këtë shpallje, nëse ju dyshoni që nuk e ka për Allahut, atëherë thot sillni një të ngjajshëm me të, një sure, sepse fillimisht sfida ka qenë e përgjithshme një Kur'an të njëjtë, s'kan mujt 10 sure, s'kan mujt, ka thënë Allah, atë veç një kaptin. Ma sillni një kaptin të ngjajshëm me Kur'anin, në sintaks, në morfologji, në elekuencë, në stilistik, në çdo gjë, njëjtit nivel, atëherë ju e demantoni komplet Islamin. S'kan mujt me vë. Allah ka treguar, kjo është profeci kuranore. Allah ka thënë, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Nëse ju s'keni mundësi me bëni gjë të tillë, dhe kur nuk do të keni mundësi me bëni gjë të tillë, fattaqun nar. Atëherë keni frikë zjarrit. Sa ajo ju pret. Se derisa s'keni mundësi me sjell një Kur'an ngjajshëm, i bie që kjo është e vërtetë e Allahut. Nëse e mohoni vërtetën e Allahut, çfarë ju pret? Ndëshkimi i Allahut. Sot asaj dite s'ka pas mundësi asnjë individ, asnjë grup shkencor, asnjë akademi me pru spaku një kaptin të ngjajshme me Kur'anin. Sikur ta bënin një gjë të tillë, do ta demantonin komplet Kur'anin. Do të rënojë Kur'ani. Por Kur'ani është mrekulli i përhershme Allahut subhanahu wa taala.